Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Sot në studio kemi një vajzë të re e cila në një kohë relativisht të shkurtër ka ndërtuar një rrugtim interesant në botën e konkurseve të bukurisë, duke u paraqitur si në skena lokale ashtu edhe në evente ndërkombëtare. Ajo është pjesë e brezit të vajzave që besojnë në veten, punojnë me përkushtim dhe nuk hezitojnë të ndjekin ëndrat e tyre. Me ne sonte është Laura Marović, Miss Grand Montenegro, e cila do të na flasë për fillimet e saj, përvojat, sfidët dhe rrugtimin që e ka sjellë deri këtu. Laura, faleminderit shumë që ke pranuar ftesën e televizionit Bojën dhe na je bashkangjitur këtu në studio sonte. Faleminderit juve, kënaqësi është të jemi. Atëherë të nisim nga fillimi. Kur ishe fëmijë, a ishte kjo botë e konkurseve, skenës të modës një ëndër e jotja, apo rrugtimi yt drejt saj erdhi natyrshëm me kalimin e viteve? Është gjë interesante se vetë kur i kam pas vetëm 7 vjet, për herë të parë u konkurova për Miss. Dhe aty e fitova venin e dytë. Ka qenë atë kohë Miss Children Grand Sea Universe, edhe si fitore veni dytë, patëm e përfaqësuar malin e zinë e Durrës. Por u kam baj pauzë të madhe prej aty. Thjesht kam qenë e vogël shumë. Dhe mas 10 viteve u riktheva në punën time. Kjo është e bukur atë që je rikthyer. Po si e kujton dahurin e vogël? A ishte një vajzë e turshme apo gjithmonë e sigurt në veten dhe e gatshme për skenën? Laura vogël kur s'ka qenë e turpshme, gjithmonë ka qenë e gatshme për skenë. Dhe edhe tash është ashtu. Mirë. Edhe mundi me thënë se Laura vogël është shumë krenare në Laurën që është sot. Ka pasur ndonjë person apo moment që të ka shtyr më shumë drejt kësaj rruge, apo gjithë këtij rrugtimi që ti ke pasur në këtë fushë, është dikush që të ka mbështetur më së shumti? Po, familja. Dhe më duket se pa mbështetjet familjes nuk kisha arrit ata çka kam arrit sot. Edhe më duket se çdo vajzë e re, sidomos në moshën time, ka nevojë për mbështetjet familjes. Ashtu që po dua mu falenderua familjes time për ta mbështetjen jo vetëm gjatë këtij rrugtim, por gjatë gjithçka se çka bëj. Publiku në Malsi të ka njohur edhe nga Miss Malsia TUS 2024 duke u kurorzuar do thotë me vendin e parë. Çfarë të mësoi ty ky konkurs dhe a të forcoi më shumë për sfidat e ardhshme? Herë po dua me thënë se jam shumë krenare për fitoren e Miss Malsis 2024. Kam e majtë men si natë të mrekullueshme, për men ka qenë organizatë, edhe po du mu falenderu organizatës për i natë jashtëzakonshme të bukur që kam e majtë men gjithmonë. Dhe më duket se pikërisht Miss Malsia 2024 mi ka hap shumë dyrë për matej. Atëherë në qershor të vitit 2025 ke qenë pjesë e eventit e Miss Universe Kosovo and Albania në Tiranë, ku ke marrë pjesë si fituese Miss Malsis dhe je vlerësuar pastaj me çmimin Miss Charm Montenegro 2025. Si përjetove këtë përvojë dhe çfarë domethënie kishte për ty ky vlerësim? Po, si fitore Miss Malsis se kam pas më shkuan superfinalet e Miss Universe Kosovo and Albania. Me thonë drejt, pak më ka keq se bashkë këtë vit kur kam qenë, nuk ka pas për Malsi, do me thonë për Montenegro nuk kishte, por e fitova çmimin e Miss Charm Montenegros, sa do që kam dasht për Universe Montenegro mu konkurua, por ashtë edhe i gjë se më duket se çdo gjë e ka kohën e vetë, edhe çdo rrugë nuk munena me e zgjillna, përsi e zgjillë soti. Edhe më duket se ashtu më qelloi edhe mua, se një aq shumë e kam dashur çmimin e Miss Universe në Montenegro, më konkurua për atë, sa që mas pak kohës më ka ardhur oferta për Miss Grand Montenegro. E ka nxilë për herë të parë në histori dhe më ftoven. Mirë, Laura, sa rëndësishme është për ty që këto evente të mos shihen vetëm si konkurse bukurie, por edhe si hapësira për prezantimin e kulturës dhe identitetit? Po, më duket se i herë sa për bukuri, më duket se është karakteri në vend të parë, urtia dhe ai maksimumi që ka mundet me napi person. Më duket se s'ka bukuri pa karakter të mirë, se bukuria jashtme është veç i reflektor të bukurisë të mbrëmshme.
Pak më vonë u shpallë Miss Grand Montenegro, duke u bërë përfaqësuesja e parë e malit të zi, ashtu siç e përmendë edhe ti, në Miss Grand International. Si e përjetove momentin kur e kuptove këtë përgjegjësi? Përgjithësia është kënd për mene madhe, se veç fakti që je e para që ti je aja që i hapa ta dyrë, është përgjithësi se ti ton kone kënë krya ape e ban mirë, aspe e ban mirë, por ton atë gja e kam lua gëzimi. Po, si reagoi familja dhe rreti yt i ngushtë kur morën vesh për këtë përfaqësim ndërkombëtar? Besoj të gjithë janë ndije krenar apo jo? Po, njaq sa vetë. Tanë janë ndije krenare dhe për men, prap duhe me e thonë se kam pas mbështetjen e madhe prej tanëve, si prej familjes, prej shoqënisë e matej. Kjo besoj ishte edhe shtysa për të ecur gjithmonë përpara. Po, si kanë qenë përgatitjet për Miss Grand International nga ana fizike, mendore dhe emocionale, dhe cilja ka qenë sfida më e madhe për ty? Nuk ka qenë lehtë dhe bashkë për këtë gjë kam qitë një video të shkurt në profilin tim me titull Pas buzëqeshit. Dhe me thonë i kam folë tona se çka shihet pas reflektorëve, pas skenet dhe pas asaj bukurisë në skenë. S'ka qenë lehtë se për meni muj çdo ditë me punua për i notë të madhe. S'ka qenë lehtë për mduket se ja ka vletën më. Dhe mund të zbulojmë se si ka qenë përditshmëria jote mes provave, intervistave dhe aktiviteteve të shumta. Për gjithë ditë kena pas përmi 12 sahat punë. Për gjithë ditë i mujtit. S'ka qenë lehtë, për prapë po thom ja ka vletë tana që ka e munu atje. Në një konkurs me pjesëmarrëse nga 10 shtete, sa e lehtë apo e vështirë është të dallosh të të mbetesh vetvetje? Duket se nuk ka shtirë me mete vetvetja kur e ke vullnetin e madh për këtë punë. E kam pas si rrugtim pak ma të zorshëm, për prapë po thom gjithë qka që kam baja ka vletë dhe normal tanaja punë të ban me met vetvetja. Mirë, po na trego, ke krijuar miqësi me vajza nga vende të tjera gjatë këtij rrugtimi? Po, duhem me caktua se na kena kënë 4 shqiptare atje, dhe për men e kam pas shoqnin e mirë dhe me thonë jam knaq. Me ato varza, por gjithashtu kam pas shans me njoftua 80 shtete, 80 varza prej shteteve të ndryshme. Dhe me thonë i kam njoftua kulturat tjera dhe për men tana varzat kënë varza si që duhet me pasi konkurs. Mirë, do veçosh ndonjëherë ndoshta nga i cili shtet apo gjitha kanë qenë? Muni me thonë për Miss Grand Albania. E mirë, Laura. Për te i dritave dhe skenës, si është Laura në jetën e përditshme? Çfarë është ajo ku ti e gjen veten tënde? Laura në përditshmëri është i vajzë shumë e thjeshtë. I vajzë që përparësi gjithmonë i ka nop shkollës. Jam në shkollë të mesme në mjekësinë. Jam imramtivit dhe mendoj ta vazhdoj shkollën. Dhe isoj ta shty me mis dhe me punë teme, por përparësi i nap shkollës. Të lumtë, ajo është primare dhe që do të jetë. Ke pasur momente pas ti kur i je lodhje apo dyshimi gjatë këtij rrugtimi dhe çfarë të ka ndihmuar ti ka përcesh ato? Po, kam pas shumë momente që pela një moment edhe kam ditë me thonë atë nalëm. Edhe ku e shoh u vetin gjitha të rrugë. Por duhem me falenderu zinën që më kënë rështet për me mesazhe. Se ata nuk e din, por çdo mesazh dhe çdo fjalë e bukur ka kanë i mbështetje e madhe për mua për me ecë më parë. Edhe sa mendon se të ka ndryshuar kjo përvojë si njeri dhe si një vajzë e re? Duket se më ka ndryshua ballë. Duket se kam gjetë vetin atë dhe duket se ka kënë si i gjatë që më ka rrit ose pjek. Se i kam pa, me thonë drejtën e kam pa si ashtë jetë atje. Dhe kam metë dhe në moment kam thonë sa e lumtur jam çfarë jetet kam. Laura, duhet të di, po sfida më e madhe gjatë këtij rrugtimi, do të thotë jo vetëm në Miss Grand, por do të thotë gjatë këtij rrugtimi, ndoshta sa i përket asaj fushës së modelingut, me cilat sfida përballet një vajzë? Sfida ka,
për dua me veçuaj gjam që është para gjykimi. Dhe po dua edhe me nop i mesazh për vajzat reja. Fatkeqësisht njerëzit kanë me paragjykua si që banë diçka mirë, si që banë diçka keq. Për çka është më e rëndësishmja është sa më parë ta përballosh atë gjë dhe ta mësosh me jetu me atë gjë, ke me e pas ma lehtë jo veç në punë, por dhe në jetë të përditshme. Mirë, faleminderit për fjalë të bukura, po dua të di se pas gjithë këtyre përvojave, e sheh veten edhe në konkurset e tjera ndërkombëtare në të ardhmen. Duke se e kam ba maksimumin, sa i teket rrugës të misit. Kam titullin që jam shumë krenare me ta, dhe që nuk e kisha ndërrua dhe që nuk kisha vazhdua për me hje këtë titull e marrë tjetër. Por sa i përket anës të modelingut dhe të punës, do të vazhdoj deri sa të mundi. Po çfarë ëndrash dhe synimesh ke për veten për te i botës së konkurseve të bukurisë? Ëndër e kam që çdo ditë të munohem ta baj versionin më të mirë të vetes dhe të vazhdoj shkollimin. Laura, atëherë pak më herët ke dhënë një mesazh gjithë vajzave të reja, por unë për fund dua një mesazh tjetër apo një porosi për gjithë ato që sot hezitojnë të besojnë në veten dhe në ëndrat e tyre. Po e kam një mesazh për çdo vajzë të re që e ka ëndrrën në zemër. Është që me shpresë dhe me besim s'ka ëndër që nuk mundesh me arrit. Me forcë dhe me punë të madhe ashtu kanë marrë dhe rezultatet. Çdo që unë shpresë, besim si në vetin, edhe në Zotin, edhe tana ëndrat këmë realizuar. U jam e sigurt në që. Atëherë, Laura, më mbetet të të falenderoj shumë në radhë të parë që në zbukurove studion sonte, të të falenderoj për kohën, sinqeritetin dhe që ke ndarë përvojën tënde në këtë rrugtim me shikuesit e televizionit point. Ishte me të vërtetë kënaqësi dhe të urojmë shumë suksese në çdo hap të ndërmjetare. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi edhe të. Atëherë, shikues të nderuar, ishim me Miss Grand Montenegro Laura Marović. Unë ju falenderoj për vëmendjen, me kaq që përmbyllim emisionin për ditën e sotme. Mirupafshim në emisione tjera.